Lagjet Parruz Xhabie ka qenë takimi i parë i kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste në qytetin e Shkodrës. Deputetja dhe kandidatja Edona Bilali së bashku me kolegët Onit Bejleri dhe Gjenis Qela të shoqëruar nga drejtuesi politik Benet Beci janë takuar me banorë të kësaj zone duke marrë dhe mbështetjen e tyre. Zemra e Zazë Treshit është Parruz Xhabia. Edhe e shoh nga ekspresionet tuaja të fytyrës që nga këtu nis fitoria. Sot erdhi dita që ne mos të prezantohemi vetëm me projekte me çfarë do të bëhet për Shkodrën. Sepse në vitin 2023, Shkodra e theu një herë mirë tabun edhe të shkuarit në votë me tifozllëk. Sot Shkodra nuk është më kaotike, me vendimarrjet që merren sot për nesër. Çdo gjë bëhet me një plan i cili sjell një zhvillim qëndrueshëm që ecë paralel me turizmin. Besoj që pavarësisht këtyre investimeve madhore, nënat e reja janë duke prit me entuziazëm të madh projektin Dua të luaj, i cili do t'i mundsojnë Shkodrës plot 20 kame publike pa pagesë, si një mënyrë shumë e mirë për me kalu një masdite me fëmijën në një ambient i cili është i pastër, fal kujdesit të vazhdueshëm të bashkisë, por edhe fal ndërgjegjësimit i cili duhet akoma të rritet më shumë edhe nga qytetarët e Shkodrës. Sot investimet prekin në mënyrë kapilare çdo familje. Ky investim, kjo vëmendje e Shkodrës, ky kombinim fantastik midis qeverisë qendrore dhe qeverisë lokale, e ardhun edhe me një skuadër e cila bën secili brenda skuadrës një eksperiencë, një profil të vetin. E kombinuar me eksperiencën më të domosdoshme edhe me fatin që Shkodra ka për me pas një kryetar bashkie si Benet Beci, nuk duhet me onal me kaq. Në fjalën e tij, drejtuesi politik Benet Beci u shpreh se Shkodra ka njohur një ndryshim rrënjësor në këto 2 vite dhe 11 maj do të jetë dita e vazhdimësisë së vëmendjes së investimeve për Shkodrën. Në këtë fushat, ekipi jon vjen me një provë të madhe. Ne bëjmë atë që se ka bërë kërkush në Shkodër për një kohë të shkurtër, atë që s'është bërë për 30 vjet, ne e kemi bërë për 2 vjet. Ne jemi e vetmja forcë që bëjmë atë që nuk e ka bërë kurrë njeri për Shkodrën, dhe që do vazhdojmë ta bëjmë. Se e them këtë? Ju i përmendët këtu investimet. Janë jashtëzakonisht shumë. Ju vetëm zonën tuaj keni pafund në 2 vjet investime që po bëhen. Unë nuk ka nevojë t'ja them. Ju e keni edhe shpirtin dhe zemrën dhe dëshirën. Por ajo që keni sot më shumë se kur do herë tjetër është fakti që ne këtë radhë kemi kurajon që jo vetëm brenda PS-s, jo vetëm me njerëzit tanë, po ne gjithë Shkodra na duhet këtë radhë që të bëj një fitore shkodrane për PS-n. Shkodra është qytet mirënjohës, është qytet që nuk ta kursen fjalën e mirë. Unë marë pa fund falenderime rrugës, kur marrni ju, merr gjithë ekipi im që është kësaj radhe këtu. Të gjithë janë falenderime që qyteti thotë që po, shumë mirë, shumë bukur, s'është bërë kurrë, nuk kanë bërë kurrë ai shumë gjëra. Të gjitha këto fjalë duhet të kthehen në votë. Sepse në fund fare vota është ajo që ne na kthehet në investime, është vota që na kthehet në zhvillim, është vota që na bën të bëjmë projektin e madh të kthimit Shkodrës në një qendër siç ka qenë historikisht dhe për cilën Shkodra ka qenë gjithmonë krenare, qendra e rajonit. Onit Bejleri dhe Gjenis Qela në të njëjtën linjë u ndalen tek rëndësia mbështetjes masive për projektet për Shkodrën. Ballhop të cili do, demokrat apo edhe siç mund ta quajmë ne votuesi gri. Socialistat as diskutohet se duhet të jetë 100%, domethënë këtë herë, po sepse kanë qenë gjithmonë te kjo zonë. Secilit duhet t'ja kërkojmë me dëshirën më të madhe votën, sepse po punohet. Po punohet çdo ditë, po ecim përpara dhe vetëm kjo është mënyra më e mirë për edhe neve me na dhënë zemër, po e sujt për me vazhdu këto punë të mira për qytetin. Bëhet shumë qefi që takimet në për lagje i fillojmë në Zazë Tresh, sepse unë kam lind dhe jam rrit në Zazë Tresh. Në datën 11 maj
pesa të jetë e zjarrt në fletën e votimit, po ashtu aq e zjarrt sa numri i deputetëve që ne të nxjerrim, sepse si asnjëherë më përpara Shkodra nuk e ka pas më gojen plot me gjitha këto punë që po bëhen, që Partia Socialiste të nxjerr sa më tepër deputet jetë e mujton në këto zgjedhje. Shkodra në 2 vite është kthyer në kantier pune dhe për kandidatët e Partisë Socialiste. Gjatë kësaj periudhe është treguar qartë mbështetja e qeverisë shqiptare jo vetëm për qytetin, por për gjithë qarkun Shkodër.